Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës, të dashur fëmijë dhe mirë se vini në ceremoninë çelëse të javës globale të paras 2025. Siç quhet ndryshe, Global Money Week 2025 fillon sot. Kjo është një javë e festuar në mbi 100 vende të botës dhe është një fushatë vjetore udhëhequr nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, që të gjithë e njohim si OECD. Kjo javë rri ndërgjegjësimin për rëndësinë e edukimit financiar dhe qëllimi i saj është që t'ju ofrojë të rinjve që në moshë të hershme njohuri, aftësi, qëndrime dhe sjelljet e nevojshme për të marrë vendime të mirë informuara financiare që do të shërbejnë për të ardhmen e tyre. Duhet të themi se dhe Banka e Shqipërisë në të njëjtën mendësi me OECD-n, të gjitha aktivitetet, strategjitë institucionale, botimet i formulon në këtë mendësi që edukimi financiar është një investim për të ardhmen. Edicioni i 13 i javës së paras, që zhvillohet nga data 17 deri në 23 mars, është një thirrje për bankat qendrore, qeverit, institucionet financiare dhe palët e interesuara që të promovojnë edukimin financiar që në moshë të hershme, duke përdorur tema dhe kanale të përshtatshme për të angazhuar në mënyrë efektive më të vegjëlit dhe të rinjt. Tema ndërkombëtare e këtij viti vendosur nga OECD quhet Think Before You Follow, Wise Money Tomorrow. Sigurisht Banka e Shqipërisë, si lideri i javës globale të paras në Shqipëri, e ka kombëtarizuar këtë temë në ndihmë mençuri, begati në ardhmëri 100 vjet Bankë Qendrore në Shqipëri. Si vjet është viti 11 që ne organizojmë javën e paras në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit, Shoqatën Shqiptare të Bankave, Agjencinë e Sigurimit Depozitave dhe shumë partnerë të tjerë. Tema e këtij viti është një kujtesë për të gjithë ju, për më të rinjt, mbi nevojën për të zhvilluar aftësi të forta në menaxhimin e paras dhe për të adoptuar një qasje kritike ndaj burimeve të informacionit. Gjithashtu, ne në Bankën e Shqipërisë i kemi shtuar kësaj jave dhe një nëntemë, shumë të rëndësishme për vendin tonë. Njohjen e historisë së Bankës Qendrore të Shqipërisë, që është Banka e Shqipërisë, e cila në 2 shtator 2025 do të mbushi plot 100 vite. Pa humbur kohë, më lejoni të ftoj guvernatorin e Bankës Shqipërisë, zotin Gen Sejko, dhe kryetarin e Shoqatës Shqiptare të Bankave, zotin Bledar Shella, për fjalët përshëndetëse. Të nderuar koleg, të dashur të ri, student, faleminderit që jeni sot për hapjen e javës globale të paras. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me institucionet e tjera, si Shoqata e Bankave, Ministrinë për Rinin dhe Sportet, organizon javën globale të paras çdo vit, por java globale e paras organizohet në më shumë se 160 vende të botës, nën kujdesin e organizatës OECD. Në këtë kontekst, edhe ne si Bankë Qendrore organizojmë javën globale të paras me funksion me qëllim kryesor edukimin financiar të brezave të ri. Banka e Shqipërisë ka ndërtuar një strategji për edukimin financiar dhe për përfshirjen financiare, një strategji që është në funksion të këtij objektivi që ne kemi, pra për të edukuar sa më mirë financiarisht të rinj në vendimarrjet e tyre për të ardhmen, për të kuptuar sa më mirë se si funksionojnë financat publike, si funksionojnë kursimet, cilat janë konceptet dhe nocionet bazike financiare të cilat i shërbejnë të gjithë qytetarëve në jetën e përditshme. Sikurse përmendi dhe kolegja në fjalën e mëparshme, këtë vit Banka e Shqipërisë do të festojë 100 vjetorin e krijimit të saj. Po ti referohemi historisë së Bankës së Shqipërisë që prej krijimit, që prej themelimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, ne do të shohim që evolimi i pagesave, evolimi i tregut financiar shqiptar ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm, duke filluar që nga themelet, që nga esenca e këmbimeve kryesisht themelimit monedhës kombëtare, krijimit monedhës kombëtare dhe zhvillimit të pagesave, pasi
para krijimit të bankës qendrore, para krijimit të bankës së Shqipërisë, edhe monedha kombëtare nuk ekzistonte. Në vitin 1925 me themelimin e bankës u themeluan për herë të parë monedha dhe tregjet financiare dhe në kohë gjatë tyre viteve ka pasur një evolim të madh. Vetëm gjatë viteve të tranzicionit, sistemet e pagesave në Shqipëri kanë pasur një evolim të jashtëzakonshëm. Banka e Shqipërisë në vitet 90 ka krijuar për herë të parë sistemin e pagesave AIPS, pra pagesave të brendshme kombëtare. Ky sistem qarkullon rreth 5 herë më shumë pagesa se sa GDP-ja e vendit, pra prodhimi i brendshëm bruto, pra që tregon se sa rëndësi ka ky sistem pagesash. Në vijim, Banka Qendrore gjithashtu ka krijuar dhe sistemin e pagesave të brendshme në euro, AIPS në euro, i cili ka kursyer qytetarëve 100 milion euro kursime vetëm nga viti 2022. Gjithashtu kemi edhe një sistem pagesash me vlerë të vogël në funksion të kursimeve të qytetarëve. Gjithashtu neve kemi zeruar komisionet nga viti 2020 për pagesa deri 20.000 lekë, të cilat kanë krijuar gjithashtu kursime për qytetarët dhe bizneset në vlerën e 700 milion lekëve gjatë asaj periudhe. Sfida e të ardhmes është modernizimi i sistemeve të pagesave dhe digitalizimi i sistemeve të pagesave. Dhe në këtë drejtim ju keni dëgjuar që ne jemi bërë antar i SEPA-s dhe gjithashtu do të implementojmë një sistem pagesash nëpërmjet celularit, që është kloni i sistemit TIPS që përdor Banka Qendrore Italisë në gjithë Europën, pra dhe ne në Shqipëri do të implementojmë një sistem në përputhje me sistemin e Bashkimit Evropian, i cili do të krijojë qytetarëve mundësinë për të bërë pagesa 24 orë në 7 ditët e javës nëpërmjet celularit. Gjitha këto zhvillime teknologjike pozitive për modernizimin e sistemeve të pagesave kanë nevojë gjithashtu për një edukim të mirë financiar. Për edukim financiar jo vetëm në drejtim të përdorimit të këtyre sistemeve, por gjithashtu dhe të informacionit për të mbrojtur nga keqbërësit, për të mbrojtur nga informacioni gabuar dhe për të mos rënë pre e mashtrimeve financiare sikurse ndodh në të gjithë botën. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë organizon çdo vit në bashkëpunim me institucionet, Shoqatën Shqiptare të Bankave, institucionet e tjera publike, partnerë dhe bankët botërore, javën globale të paras për të informuar sa më mirë të rinjt, studentët dhe qytetarët shqiptar për vendimarrjet e tyre financiare. Për mos u zgjatur, unë doja të falenderoja në këtë kontekst të gjitha institucionet publike që bashkëpunojnë me ne, veçanërisht Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe bankat, po ashtu dhe bankët botërore që na mbështet për implementimin e strategjisë së edukimit financiar dhe përfshirjes financiare, dhe do t'ju bëja thirrje që të jeni sa më aktiv të gjithë të rinjt dhe studentët gjatë këtyre javëve në punët tuaja, në informacionin që do të merrni dhe në konkurimet që do të bëni në funksion të javës globale të paras. Ju falenderoj shumë që keni ardhur sot dhe ju kërajoj të jeni sa më aktiv gjatë këtyre ditëve. Faleminderit. I nderuar zoti guvernator Sejko, koleg të dashur pjesëmarrës, nxënës, është kënaqësi që jemi përsëri së bashku në javën e paras, një event kaq i rëndësishëm, siç u tha, është viti i 11 dhe e shpreh me kënaqësi që gjatë këtyre viteve është bërë shumë punë për sa i përket edukimit financiar. Edukimi financiar është mjaft i rëndësishëm sepasi ka një korelacion të drejtë midis edukimit financiar dhe mirëqenies ekonomike. Përmjet edukimit financiar bëhet e mundur të marrë vendime mbi investimet, kursimet, të ardhmen dhe shumë rëndësishme që kjo të fillojë që në fazat e para të jetës. Ne kemi bërë shumë evente si Banka e Shqipërisë ashtu dhe Shoqata e Bankave lidhur me edukimin financiar, ndërkohë që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka futur në kurrikulat e saj për disa vitesh edukimin financiar dhe një shumë e mirë ishte vitin e kaluar ku Ministria e Rinisë dhe fëmijëve së bashku me bankat patë një nisë për disa projekte lidhur me edukimin financiar. Gjithsesi do thoja që jemi ende larg nivelit të dëshiruar, pasi niveli i edukimit financiar është nën mesataren evropiane. Dhe është e rëndësishme që ne këtë që kemi nisur të vazhdojmë me ritme akoma më të shpejta. Siç e kemi thënë më përpara, përveç këtyre nismave që bëjmë, duhet dhe një strategji kombëtare lidhur me edukimin financiar. Jam i bindur që ne do të vazhdojmë në këtë rrugë dhe të arrijmë akoma tej
edukim financiar të brezit tonë të ri. Faleminderit gjithëve. Në mundësinë e OECD-s, duke menduar dhe sipas kërkimeve që edukimi financiar duhet të zhvillojë qysh herët, ne jemi përpjekur që të zhvillojmë konkurse dhe për më të vegjëlit. I pari është konkursi me vizatime, që i drejtohet nxënësve të klasave të treta të shkollave nëntëvjeçare me temë 100 vjet Banka e Shqipërisë, banka jonë qendrore. Jemi shumë të lumtur sepse çdo vit marrim gjithmonë më shumë projekte, vizatime, video, dhe këtë vit kemi marrë 600 vizatime të realizuara nga nxënës të 80 shkollave nëntëvjeçare në mbar vendin. Vizatimet fituese të konkursit janë përzgjedhur nga një uri e përbërë nga përfaqësues të institucioneve organizatore të Javës Globale të Paras, që janë të pranishëm këtu sot, dhe nga Banka Kombëtare Tregtare, e cila sponsorizon çmimet për fituesit. Vizatimet do të mund t'i shohim në ekran, që të shfaqen, dhe pa humbur kohë, ftojmë nxënës të fitues për të marrë, për të tërhequr çmimet. Atëherë, të gjithë nxënësit vinë nga klasat e treta, unë do të lexoj emrat. Margen Daja, Shkolla Konferenca e Pezës. Amaris Yzeiri, Shkolla Aslan Shahini Gramsh. Amelia Sauli, Shkolla Nëntëvjeçare Dora Distria Tiranë. Ergis Polovina, Shkolla Vasil Shanto Tiranë. Ema Shtrepi, Shkolla Protagonistët Tiranë. Arja Bujari, Shkolla Sotir Gura Korç. Jora Ylli, Shkolla Servete Maçi Tiranë. Diara Dashi, Shkolla Nëntëvjeçare Vasil Shanto Tiranë. Gjana Luka, Shkolla Lidhja e Prizrenit në Tiranë. Dhe Sara Hoxhaj, Shkolla Atzef Pëllumbi në Tiranë. Hajdeni në skenë, fëmijë, ngjituni këtu. Ne kemi sugjeruar shkollave që të përdorin personalitete kombëtare, të përdorin imazhe, të kombit ton, dhe imazhet më të përdorura në kartmonedat imagjinare të fëmijëve kanë qenë Nën Tereza, mbretëresha antike e Ut dhe patriotë të tjerë. Ndërkohë, kam kënaqësinë të ftoj për të dhënë çmimet nxënësve fitues të konkursit, zëvendësdrejtorin e përgjithshëm të Bankës Kombëtare Tregtare, Fahti Karlik. One is missing. Sir, if you want to say something. We are happy to support such kind of event for the financial inclusion. I hope these kids in the future can be bankers. Maybe some of them is executive of the bank, or even also they can work in the Central Bank of Albania. We hope, let's say, it's a first start, or at least they can open one saving account, and it can be Maya of their prosperity in the future. Okay, thank you for your contribution. Thank you. Është
konkursi i dytë i organizuar është ai me projekte, është për klasat e 4-ta. Dhe përsëri tema është për 100 vjetorën e bankës. 100 vjet Banka e Shqipërisë, banka jonë qendrore. Konkursi fton nxënësit e klasave të 4-ta të kurojnë si klasë në drejtimin e mësuesve të tyre për të krijuar një projekt me temën e javës globale të paras të vitit përkatës. Nxënësit duhet të angazhohen në trajtimin e temës me një projekt fizik, në formën e një këndi në ambientet e klasës, të shkollës e të tjerë, ose interpretativ përmes organizimit të një shfaqjeje teatrale, prezantimi e të tjerë. Prezantimi i projektit u kërkua të bëhej përmes një videoje të shkurtër, prej jo më shumë se 90 sekondash. Përsëri dhe në rastin e këtij konkursi ne kemi marrë më shumë projekte se vjet, gjithsej janë paraqitur 70 projekte të realizuara nga 2300 nxënës të 50 shkollave nëntëvjeçare të vendit. Projektet fituese të konkursit gjithashtu janë përzgjedhur nga një juri e përbërë nga përfaqësues të organizatorëve të javës globale të paras, që gjithashtu i kemi sot të pranishëm në sallë, dhe me sponsorizimin e Credins Bank. Ftoj zonjën Valbona Guri, që përfaqësuese e Credins Bank, që t'japi çmimet, dhe ndërkohë në ekran do të shfaqim 5 projektet fituese. Ato janë nga shkolla nëntëvjeçare Frym Dashurie Gjirokastër me mësuese Angela Semanjaku. Sot do të zbulojmë së bashku historinë e Bankës së Shqipërisë. Punojësi tanë janë gati të na çojnë në një udhëtim në kohë për të zbuluar 100 vitet e saj. Jemi në vitin 1925, Shqipëria kroi bankën e saj të parë, Bankën Kombëtare të Shqipërisë. Jemi në vitin 1945, pas lutjes së dytë botërore, banka ndryshoi emrin në Banka e Shtetit Shqiptar. Ajo u bë qendra financiare e vendit. Jemi në vitin 1947. Shqipëria prezantoi monedën e saj të re, leku. Jemi në vitin 1992. Pas dyshimeve të mëdha në Shqipëri, sistemi bankar u transformua. Më parë kishin vetëm një bank. Tani, njerëzit mund të zgjedhin mes shumë bankave. Sot Banka e Shqipërisë na siguron që paratë tona të jenë të sigurta dhe ekonomia të qëndrojë e fortë. Projekti i dytë fitues vjen nga Dibra, nga shkolla Maqellar, me mësuese Ariana Keshi. Ne, nxënësit e klasës së 4, Maqellar, Dibër, jemi shumë të lumtur që u bë pjesë e projektit me temë 100 vjetori i Bankës Kombëtare Shqiptare. Me ndihmën e mësuesve sot, ne mësuam shumë gjëra të reja rreth historikut të Bankës Kombëtare Shqiptare. Në projektin tonë, me karoselin tonë informues, librit të thesares dhe robotit të Saarnes, ne do të shpalosim rrugtimin historik të sistemit financiar shqiptar deri te sfidat moderne të kriptomonedave. Ne mësuam që përpara krijimit të sistemit bankar, ekonomia funksiononte përmes shkëmbimit të mallrave. Në vitin 1925, në qytetin të qytetit të Tiranës, u themelua Banka Kombëtare Shqiptare, u lëmtuan edhe mbi monedat e para shqiptare, si dhe kartë monedat e emetuara nga banka ndër vite, së bashku me personalitetet e rëndësishme që mbartin brenda tyre. U informua për 20 guvernator që kanë drejtuar bankën në këto 100 vite dhe sa shumë kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik dhe kultural. Ne dimë që transformimi i bankës tradicionale me teknologji digjitale, solli bitcoins dhe kriptomoneda, gjithashtu nëpërmjet këtij projekti ne kemi sjellë një panoramë gjithëpërfshirëse mbi zhvillimin e sistemit bankar dhe të ardhmen. Kur ne të jemi të rritur, ne mendoj që roboti ynë së ardhmë do të kryejë disa funksione. Roboti do të ishte një mik i zgjuar që ndihmon bankën të punojë më shpejt, më e sigurt dhe më lehtë për të gjithë.
Projekti i tretë fitues vjen nga qyteti i Durrësit, shkolla Besnik Hidri me mësuese Miranda Hysa. Gjysh në bibliotekën tënde gjetëm këtë libër. Çfarë është ky libër? Ky është një libër magjik që tregon për historinë e Bankës së Shqipërisë. Shqipërisi duhet një bankë fort për të zhvilluar ekonominë e saj. Në vitin 1925 u themelua Banka Kombëtare e Shqipërisë. Ne kemi krijuar monedën shqiptare dhe do të ndihmojmë njerëzit të kursejnë dhe të investojnë për të ardhmen. Tani jemi në vitin 1944, banka kaloi në kontrollin e shtetit dhe këto janë monedat e këtij viti. Në vitin 1992, Banka e Shqipërisë u bë bankë qendrore dhe filloi të mbikëqyrte të gjitha bankat e tjera. Edhe pse pati krizë globale në vitin 2008, edhe këtë kërcënim, sistemi bankar e përballoi me sukses. Gjysh, po sot si funksionon Banka e Shqipërisë? Banka përdor teknologji të avancuar dhe ndihmon qytetarët për kreditet dhe kursimet e tyre. Mirë se vini, si mund t'ju ndihmoj? Dua të hap një llogari bankare dhe të kryej një pagesë nga celulari im. Sigurisht, e gjithë kjo bëhet për pak sekonda nga bankieri ynë. E kuptova, banka është e rëndësishme për të gjithë. Duhet të kursejmë dhe duhet ta përdorim paranë me mençuri. 100 vjet histori që na ndihmojnë të ndërtojmë të ardhmen tonë. E shuar në Amazon e ardhmen në frymëzon. Projekti i katërt fitues vjen nga Tirana, nga shkolla e Kuqe, me mësuese Elmira Marcela. Se për çfarë do të flasim sot? Për Bankën e Shqipërisë! Babi im që punon në bankë ankoi një ditë se sa shumë punë kishin me disa detyra të reja që duhet të dërgonin tek Banka e Shqipërisë. Ai më shpjegoi se Banka e Shqipërisë është institucioni që vendos rregullat e punës për bankat e nivelit të dytë, si dhe kontrollon se ata veprojnë sipas rregullave apo jo. Si të them, ju vetëm mund të ankojnë që kam shumë detyra shtëpie. Shkova të blija një akurë në dyqan dhe çmimi nga 100 lekë që ishte vjet ishte rritur 100 lekë. Se që më thashit si që ishte rritur inflamacionit. Kam dëgjuar në televizor që guvernatori i Bankës së Shqipërisë, që është drejtoresha e shkollës tonë, ka thënë që në lidhur norma të interesit. E kuptova, motra ime që asnjëherë kurse lekët që e mamit e babit, më merr mua lek borxh do të blej çokoladë. Ajo më merr 200 lekë, unë i marr mbrapa 105 lekë. Kur i kërkova të më jepë 110 lekë, nuk pranoi dhe nuk më merr me lek borxh. Pra, kur çmimi që paguajnë për të marrë borxh apo kredi është i lartë, njerëzit nuk mund të marrin kredi por fillojnë të kursejnë. Kështu dyqani të kuptojnë që askush s'po blen më dhe nuk mund të rrisin më çmimet. Një ditë mami kishte larë në lavatriçe një kartonetë 1000 lekëshe. Ai më shpjegoi që kartonetën e dëmtuar çon në degën e një banke, e cila çon për ndërim në Bankën e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë ka një makinë speciale e cila përdor lekë të reja për të zëvendësuar lekët të dëmtuara. Dhe projekti i pestë vjen nga shkolla Arjaniti, nga Elbasani, me mësuese Majlinda Dervishaj. Në këtë projekt, ne kemi mësuar historinë dhe rëndësinë e Bankës së Shqipërisë. Banka Kombëtare e Shqipërisë ka kontribuar gjithmonë për përmirësimin e jetës së popullit shqiptar. Faleminderit të jetësh në bankë, ne sot jetojmë me lumtur në një shtëpi të re. Me kursimet e ruajtura në bankë, familja ime bën pushime të bukura. Prindërit e mi, kursimet i marrin në bankë. Unë kursimet e mia i marr në arkën time të kursimit. Prindërit e mi pagat e tyre të reqin në bankomat. Suksese dhe vetëm suksese ju urojmë Banka Kombëtare e Shqipërisë. Gëzuar në 100 vjetorin Banka e Shqipërisë. Tërheqim çmimet, edhe zonjën Guri që t'i japi ato.
Frym dashuria Gjirokastra. Kjo dashuria nga Gjirokastra. Me mësuesën Angela Semanjaku. Ndërkohë, në shenjë mirënjohje për punën dhe angazhimin e tyre, kemi përgatitur dhe nga një dhuratë për secilën nga 5 mësuesët, dhe ftoj zonjën Borana Bajrami, menaxhere projektesh nga Junior Achievement Albania, që të shpërndaj dhuratat. Shkolla e dytë është shkolla e Maqellarës, bëuni gati. Maqellar. Në projektin tuaj ishte maksimal dhe besoj që keni mësuar shumë historinë e Bankës së Shqipërisë. Mikrofoni. Një falënderim dhe për mësuesen Ariana Keshit të kësaj shkolle. Shkolla e tretë është shkolla Besnik Hidri nga Durrësi me mësuesen Miranda Hysa. Ta mbaj certifikatën, ja të publikoj. Okej, vazhdojmë me shkollën e Kuqe nga Tirana dhe mësuesen Elmira Marsela. Përshëndetje, faleminderit shumë për projektin. Dhe e fundit, jo më pak e rëndësishme nga qyteti i arsimit, Elbasani, shkolla Araniti me mësuesen Majlinda Dervishaj. Juroj suksese. Atëherë ju uroj Bankës Shqipërisë suksese, gjithmonë suksese dhe përshëndes të gjithë iniciatorët e këtij projekti, të cilët nxënësit i bën aq me dashuri ato projekte dhe aq bukur sa nuk mund ta mendoni. Dhe besoj se në vazhdimsi do ketë aktivitete kaq të bukura nga Banka e Shqipërisë, e cila është banka ajo që tregon fuqinë e një shteti shqiptar. Faleminderit. Okej, tani vazhdojmë me konkursin e tretë të organizuar që është ai më i çlirshëm me fotomontazhe, por që në gjuhën ndërkombëtare quhen meme. Tema e këtij konkursi është tema e javës, ndiq me mençuri, begati në ardhmëri, 100 vjet Bankë Qendrore në Shqipëri. I drejtohet nxënësve të klasave të 8-ta,
që në individualisht apo në grup të zbërthejnë nëpërmjet imazheve dhe digiturave mesazhet e temës. Duke pasur parasysh se mjetet dhe mënyrat e reja të komunikimit që përdoren më shumë nga të rinjt janë rrjetet sociale, vlerësojmë se imazhet mund të vinë në ndihmë për të pasur një impakt më të fortë për të marrë dije mbi edukimin financiar. Gjithsej, në konkursu paraqitën 155 fotomontazhe të realizuara nga nxënës të shkollave nënvjeçare të 70 prej tyre në të gjithë vendin. Fotomontazhet fituese të konkursit janë përzgjedhur sigurisht nga një juri, nga organizatorët, siç e tham dhe më parë, që janë të pranishëm sot këtu, dhe Banka Raiffeisen, e cila sponsorizon çmimet për fituesit. Ndërkohë që ndjekim në ekran 5 fotomontazhet fituese, kam kënaqësinë të ftoj në sken fituesit. Ata janë Rigers Spahi, shkolla nëntëvjeçare Pandelit Sale Korç. Kaltra Kalemasi, shkolla nëntëvjeçare Ibrahim Kodra nga Durrësi. Jurgen Beqiri, shkolla nëntëvjeçare Ramazan Subashi Marikaj. Enes Hakrama, shkolla nëntëvjeçare Vasil Shanto në Tiranë. Dhe Lucinda Hoxha, shkolla nëntëvjeçare Vllezrit Masha, Kruj. Kam kënaqësinë të ftoj zëvendësdrejtorin e përgjithshëm të Raiffeisen Bank, zotin Aleksandr Zolnaj, t'jap çmimet për 5 fituesin me vlerën prej 10.000 lekësh. Thank you for your dedication and motivation to participate in this project. I want to emphasize that it's very important to start financial education as early as possible. With this, you did a first start. Continue to do so because you will deal with financials every day in your life, whatever you do. Thank you. Konkursi 4 i organizuar, kalojmë nga shkollat nëntëvjeçare tek shkollat e mesme dhe është ai videos më të mirë me temë ndiq me mençuri, begati në ardhmëri. Ju a kemi bërë jetën pak më të thjeshtë se dinim që të bëja një video historike do ishte shumë e vështirë. Konkursi ftoi nxënësit gjimnazistë të përcjellnin me origjinalitet mesazhet e tyre për temën përmes një videoje jo më të gjatë se 2 minuta. Videoja mund të ishte një produkt i punës individuale të nxënësve ose në grup. Gjithsej në konkurs u paraqitën 75 video të realizuara nga 100 nxënës të 27 shkollave të mesme të vendit. Sërish videot më të mira u zgjodhen nga një juri e përbërë nga organizatorët të pranishëm në sallë dhe nga Banka Union, që sponsorizon çmimet për fituesit. Atëherë, kemi kënaqësinë të ndjekim së bashku videon fituese të vendit të tretë të realizuar nga nxënësi Esio Gjergji nga Gjimnazi 18 Tetori në Lushnjë, i cili vlerësohet me një çmim prej 20.000 lekësh. Je ndjerë ndonjëherë i lodhur nga tërë ato këshilla financiare që dëgjon? Njëri thot kurse, tjetri thot shpenzo. Influencerat, clickbaitet dhe inteligjenca artificiale. Ku t'i besosh më parë? Mediat sociale sot janë plot me njerëz që tregojnë se si të menaxhosh paratë. Disa metoda ngjajnë fantastike. Para të thjeshta, të ardhurat pasive, sigura të ardhmen, po janë këtu në realitet të vërteta? Dhe e bukur është se interneti bën më të lehtë shpërndarjen e informacioneve të gabuara. Influencerët interesohen më shumë për klikime sesa fakte, e nga ana tjetër inteligjenca artificiale jep këshilla në pak sekonda. Qesharake.
Një lëvizje e gabuar edhe i humbe kursimet. Por, ka lajme të mira. Nuk ka nevojë të jesh ekspert. Mjafton të tregohesh i zgjuar se kujt i besosh. Së pari, kontrollo burimin. A është ky person që po shoh i kualifikuar apo përpiqet të shes diçka? Së dyti, mësoj gjërat bazë. Çfarë janë buxheti, kursimi dhe investimi në të vërtetë. Shih faktet para se të marrësh vendime. Së fundmi, mendo për diçka që të zgjas. Paraja s'bëhet brenda natës, por duke bërë zgjedhje të zgjuara që janë të qëndrueshme. Dhe të marrësh vendime financiare të mira nuk është çështje fati. Kështu, herës tjetër që të shohësh diçka të tipit bëhu i pasur shpejt e shpejt, ndalo dhe mendo. Kush po ma thot këtë? Pse po ma thot? A ka kuptim në fundit? Sepse kur ndjek me mençuri, bëj gati të ndjek ty. Ky konkurs jep 3 çmime të treta për të motivuar sa më shumë pjesëmarrjen. Videoja e dytë fituese e vendit të tretë është realizuar nga nxënësi Mikel Kyçyku në Gjimnazin Muharrem Çollaku, Pogradec, i cili sërish vlerësohet me vendin e tretë dhe me një vlerë prej 20.000 lekësh. Ky është Jimmy dhe ky është Johnny. Jimmy dhe Johnny duan të mësojnë se si ti menaxhojnë paratë e tyre, pasi ata e dinë se për një të ardhme të sigurt duhet kesh financa të qëndrueshme. Ata e fillojnë kërkimin e tyre në internet dhe media sociale. Jimmy hap mediat sociale dhe shikon shumë video, të cilat flasin për shuma të mëdha parash, investime fitimprurse e kriptomonedha. Madje një video i sugjeron edhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Krenar për një orit e marra, a i vendos t'i vërë në praktik këshillat e marrë nga mediat sociale. Johnny nga ana tjetër tregohet me i kujdesshëm. Edhe ati i dalin po ato video si Jimmy, por ai e di se nëse diçka duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, ajo me siguri nuk është e vërtet. Sa herë që dikush i jep një këshill, ai bën vetes këto pyetje. Sa i kualifikuar është ky person? A është ekspert i fushës? A mund ta verifikojnë këtë? Cilat janë qëllimet e tij? Çfarë qëllimesh financiare ka ky person? A do të shes diçka apo promovon një produkt apo kompani? Da i tregon çfarë rrezik këto motivime? Çfarë thon burimet e tjera? A mund të gjejmë trajtime të mirë të kësaj çështjeje pa dikush më i besueshëm? Dhe vetëm pasi mendohet mirë, ai vendos të veprojë. Ai gjithashtu është i hapur ndaj perspektivave të reja dhe është i etur për dije. Pas një viti, këshillat e influencers dhe AI e bën Jimin që të ditë me humbje. Ai kuptoi se shumë nga rekomandimet e tyre kishin qenë mashtrime, reklama apo thjesht të bazuara në fakte jo të sakta, ndërsa paratë e Johnit ishin shëndoshe mirë. Bëu si Johnny, ndiq me mençuri, begati në ardhmëri. Videoja e tretë e vendit të tretë fitues vjen nga Vau Idejës, nga Gjimnazi Mzot Luciana Avgostini, nga nxënëset Eliza Paloka dhe Gabriela Brunga. Ta ndjekim. Në secilin libër që shohim këtu, ndodhen mësime që kanë ndikuar në themelin e suksesit tonë. Dija është themeli i çdo vendimi të suksesshëm. Në epokën digjitale, informacioni na rrethon me të gjitha anët. Por, me kaq shumë këshilla dhe influencer, është e nevojshme të dallojmë zhurmën nga ndeshja. Kur lexojmë fjalët e librave, mësojmë rënien e detyrës së vërtetë. Dhe kur analizojmë informacionin online, zhvillojmë mendje kritike për çdo vendim financiar. Bashkimi këtyre dy botëve na udhëheq deri te ardhmja më të drejtë. Sepse vetëm me mençuri mund të bëjmë zgjedhje që ndryshojnë rrugën tonë. Ndiq me mençuri dhe gabimet e ardhme. Do të kemi kënaqësinë të shohim video në vendit të dytë të realizuar nga nxënësët e klasës së 12 në Gjimnazin Alex Buda në Tiranë, Altea Roda, Enrika Toshi, Giuliana Sokoli dhe Sheila Shehu. Ato vlerësohen me një çmim në vlerën prej 30.000 lekësh. Me këtë sekret që bankat nuk duan që ta dini. Vetëm investoni 100 euro sot,
Dikoni 10.000 euro brenda javës, mos e humbisni këtë mundësi unike. Wow, sa ide mirë që kjo. Po, është, më duket si shket mashtrime. Nuk më duket si faqe zyrtare Zamir Manes. Po, nuk pas ka të verifikimin, nuk që ka verifikuar. Edhe klipi duket i montuar. Mos është vlau inteligjencë artificiale jo? As linku nuk më duket i sigurt. Nuk e ka atë pjesën e sës, pas HTTP-s. Po, është HTTP, nuk është HTTPS. Do jetë skem mashtrimi. Kujdes, mos bini prej mashtrimeve financiare online. Në rrjet përqarkullojnë që të më shumë video të manipuluara nga influencer të ndryshëm, të cilët manipulojnë deklaratat e njerëzve të famshëm dhe të pasur. Ata pretendojnë se një milioner ka investuar në kriptomoneda ose në aksione të sigurta për investimet e parave tona. Por kjo është një gënjeshtër. Platforma të ndryshme përdorin algoritme të dashme, që maksimizojnë fitimin, shpesh në dëm të përdoruese. Një taktikë e tillë janë edhe reklama manipuluese, që ndikojnë tek emocionet tona për të kryer veprime të menjëhershme. Prej premtime të rrema të bëra nga influencerët online, përdorni vetëm aplikacione dhe burime zyrtare për të verifikuar të dhënat financiare. Përdorni SEPën, mënyrën e lirë të sigurt dhe të shpejtë të pagesës. E them me lavdurim se sot 100 vite më parë, krijimi i bankës për shtetin e Sapolino shqiptar ishte i dyti fitim pas lirisë. Më ndish me mençuri, si dikun në Lezhë më mbrojtja princa shqiptar për mbrojtjen e Adheut, sot ju bitë këtij vendi mund të bëhen një shtylla e zhvillimit ton. Ashtu si dikur të Uta dhe sot Mira Murati, jeni një kapital njerëzor i çmuar që mund ta çoni Shqipërinë me begati për ardhmëri. Dhe tani kemi kënaqësinë që të ndjekim videon e fituese të vendit të parë, të realizuar nga nxënësi Elion Seferi nga Gjimnazi Partizani në Tiranë, i cili vlerësohet me një çmim me vlerë 50.000 lekë. Ftojmë të gjithë nxënësit të tërheqin çmimet dhe drejtoren e përgjithshme të Bankës Union, zonjën Flutura Veipi, që t'jap çmimet për fituesit.
Përshëndetje të gjithëve. Është hera. Unë kisha një njoftim të vogël, e para është gjithmonë kënaqësi për të qenë në këtë javën globale të paras. Është e vërtetë ajo që shoqata e bankave së bashku me bankat përpiqen të bëjnë gjithmonë për edukimin financiar për këtë brez, jo thjesht të marrin pjesë të kontribuojnë disi financiarisht, por të jenë pjesë e edukimit nëpërmjet buketës së produkteve bankare të cilat krijojnë. Si pjesë e sistemit bankar ne kemi krijuar një produkt, patjetër për ta duke filluar që nga mosha 10 vjeçe deri në 18 mund të jenë mbajtës një llogarie bankare, së bashku me një kartë debiti. Dhe si Union Bank të gjithë pjesëmarrësve në konkurs donim t'u udhëronim, t'u krijonim këtë mundësi me një kontribut shumë të vogël financiar në mënyrë që bankat jetë shumë e prekshme për ta, të vinë dhe të na sfidojnë. Kështu që i ftojmë të gjithë ta kenë këtë kartën, ta përdorin, jo vetëm keshin. Suksese gjithëve. Atëherë vazhdojmë me konkursin e fundit që i drejtohet studentëve universitar. Tema është 100 vjet Bankë Qendrore në Shqipëri, rruga drejt stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik. Studentët universitar u ftuan të realizonin ese argumentuese, jo më të gjata se 1500 fjalë, duke përmbushur kriteret e shkrimit akademik mbi rëndësinë e garantimit, mbi rëndësinë e 100 vjetorit të Bankës Qendrore. Gjithsej, në konkurs u paraqitën 8 punime, mbase tema është pak e madhe dhe e vështirë për të përmbledhur në 1500 fjalë dhe mirë kuptojmë, të realizuar nga 7 studentë të universiteteve publike dhe jo publike të vendit. Eset fituese sigurisht u përzgjodhen nga një juri e veçantë, ku përfaqësues ishte edhe Tirana Bank, që mundson çmimet për fituesit. 3 fituesit janë Joel Ymet, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Armela Gashi, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, dhe Ronilda Tafa, Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike. Çmimet për 3 fituesit janë tableta dhe një praktik mësimore 3 mujore pranë Tirana Bank. Ftojmë në skenë fituesit dhe drejtorin e përgjithshëm të Tirana Bank, zotin Dritan Mustafa, që t'jap çmimet për këtë konkurs. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, falenderimi i parë shkon për organizatorët e këtij eventi, të cilët Banka Qendrore, Shoqata e Bankave, Ministria e Arsimit, nuk po i përmend të gjithë, po organizatorët kanë një vizion shumë të qartë, të shprehur prej vitesh tashmë, që ky lloj eventi, pavarësisht nga simbolika e tij, në fakt kontribon për një gjë shumë të rëndësishme. Retorika e viteve të fundit, gjithë ne dëgjojmë shumë shpesh, zhvillimi i ekonomisë, modernizimi i infrastrukturës financiare dhe bankare, zhdukja apo reduktimi, në të paktën në informalitet. Asgjë nga këto nuk mund të ndodhi nëse ne nuk përgatisim në formën e duhur gjeneratën e re që të kontribuojë për zhvillimin e ekonomisë dhe për stabilizimin e infrastrukturës financiare. Në këtë sens, gjithçka që ju keni bërë, punimet tuaja ishin jashtëzakonisht interesante, unë ju vlerësoj sepse në fakt nuk ishin thjesht një detyrë shtëpie, detyrë kursi, ishin shprehje një mendimi kritik, të gjithë kemi qenë shumë të manitur nga puna juaj, unë ju falenderoj që morët pjesë, duke qenë se jeni student dhe më ka habitur sepse njëra për ju ishte nga Fakulteti i Mjekësisë, tregon ambicia të qartë, dhe meritoni diçka më të rëndësishme, kështu që menduam që një laptop për ju ishte gjëja e dur, sepse jeni pranë fillimit të karrierës tuaj, kështu që ju uroj suksese. Faleminderit dhe organizatorëve.
Këtu e mbyllim ceremonin ton Chelsea, java e paras vion me konkurse të tjera, me prezantime, me lojra për më të vegjlit, me vizita në muzeon ton, po. Ne ju urojmë që të vjoni në rrugën e dijes, sidomos të edukimit financiar, dhe ju ftojmë që të bëni një foto me të gjithë organizatorët dhe më pas të merrni pjesë në një koktejl të vogël të përgatitur enkas për ju. Faleminderit.